Zona veriore e Shqipërisë ka pasuri të shumta turistike, si Lugina e Valbonës, Bjeshkët e Namuna, Parku Kombëtar i Thethit, ai i Razmës, si dhe i Vermoshit. Nga viti në vit po përmirësohet infrastruktura turistike në këto zona, duke shtuar edhe numrin e vizitorëve vendas dhe atyre të huaj. Në vazhdim ju sjellim një kronik me këtë temë. Lugina e Valbonës është një nga më të bukurat në veri të Shqipërisë, e cila vetëm gjatë vitit kaluar tërhoqi rreth 50.000 vizitor, kjo edhe për shkak të ndërtimit të rrugës automobilistike, si dhe ngritjes së një numri shërbimesh dhe bujtinesh nga vetë banorët vendas. Por sipas nënkryetarit të komunës Marghegaj, ku përfshihet edhe Lugina e Valbonës, Ervis Mamutajt, me gjithë përpjekjet e shumta që janë bërë vitet e fundit për promovimin turistik të Valbonës, është e nevojshme që zona të mbulohet me rrjet interneti me qëllim promovimin në mënyrë digjitale nga vetë banorët të bujtinave, bukurive të natyrës dhe shërbimeve që ato u ofrojnë vizitorëve vendas dhe të huaj. Në Luginën e Valbonës nuk ka sinjal për internetin. Mendojmë që me ndonjë projekt në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Inovacionit të kemi disa pika kontakti ku mund të ketë internet. Besoj se këtë vit shpresojmë të paktën nga bashkëbisedimet me Ministrinë dhe me donatorë ndryshëm, shpresojmë që këtë vit të kemi rreth 8 pika kontakti në Luginën e Valbonës, ku të ketë internet për hotele dhe bujtina. Zona veriore e Shqipërisë ka pasuri të shumta turistike malore, si Parku Natyror i Thethit, Razma, Vermoshi, Valbona apo Parku Kombëtar i Lurës. Kristina Haqka e Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim thotë se është e rëndësishme që këto pasuri të promovohen përmes faqeve të internetit, pasi nuk njihen sa duhet nga turistët dhe agjencitë e huaja turistike. Në bashkëpunim me Ministrinë e Inovacionit, ky institut po zbaton në Alpet e Shqipërisë një projekt për shtrirjen e internetit, pjesë e programit ndërkufitar Shqipëri-Malizi që financohet nga Bashkimi Evropian. Projekti fokusohet në parkun e pjeshkëve të Namuna, si në anën e Shqipërisë ashtu dhe në Malizi, pra dhe Malizi ka pjesën përkatëse të parkut të pjeshkëve të Namuna. Bëhet fjalë për disa komuna, siç është rasti i Kelmendit apo komuna Shal, Shkeldedaj e tjerë, të cilat kanë përzgjedhur disa subjekte që janë bujtina, por ka dhe komuna ose zyra informacioni që promovojnë turizmin në zonat përkatëse, të cilat marrin pjesë në projekt dhe janë targeti kryesor për pajisje me shërbime nga ana e projektit. Është për të theksuar që vërtet këtu promovojmë teknologjinë e informacionit, por të gjithmonë në shërbim të promovimit të turizmit, sepse është sektori primar në këto zona. Ndërkohë, Këshilli i Qarkut të Shkodrës sapo ka promovuar hartën turistike digjitale, ku turistët mund të gjejnë gjithë informacionet e nevojshme për shërbimet dhe pasuritë turistike në rrethet Malësie Madhe, Puk dhe Shkodër. Një nga këto produkte që ofrohet tani është edhe harta turistike për Qarkun Shkodër, është e para këtij lloji, ku janë të përcaktuar mirë burime turistike, hotelet, shtëpiat pritëse, në gjithë territorin, qoftë në Bregdet, qoftë në zonat malore, dhe që e kemi tani edhe në formë digjitale, gjë që do të thotë që ne mund të updatojmë, mund të shtojmë elemente të ndryshëm që kanë bën me informacionin turistik për turistët të ndryshëm. Për shkak të terrenit malor dhe largësisë nga qendrat urbane, në pjesën më të madhe të zonave turistike në veri të Shqipërisë nuk ka ende mbulim me internet, gjë që vazhdon të krijojë vështirësi për promovimin nga ana vetë banorëve të shërbimeve turistike që ato mund t'u ofrojnë turistëve të huaj dhe atyre vendas. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullumsulo.